Ritmet e emigracionit janë përshpejtuar ndjeshëm vitet e fundit duke tejkaluar dhe nivelin e vitit 2015, kur u konstatua një ikje masive. Monitor shkruan se edhe në vitin 2022, emigrimi nga vendi ynë ka qenë në nivele të ngjashme, duke bërë që vetëm në 2 vite, 2022 dhe 2023, të emigrojnë gati 100.000 persona nga vendi. Këtë herë ikjet nuk po reflektohen më përmes kërkesave për azil, por sipas Eurostat në 2022-shin kishte vetëm 13.000 kërkesa për azil. Dhe në 2023 numri i tyre zbriti në 9.145, ndryshe nga 2015 kur aplikimet për azil arritën rekordin në 68.000. Por edhe pse aplikimet për azil të krijojnë idenë që tendenca e emigracionit është në tkurrje, duket se shqiptarët tashmë nuk ikin më përmes kësaj forme, por me bashkimet familjare, kryesisht në Itali apo për punë në Gjermani. Italia ka një numër të lartë të bashkimeve familjare si një nga destinacionet kryesore historike të shqiptarëve që ikin jashtë, por nuk mungojnë as të rinjt. Gjermania është destinacioni i dytë dhe vitet e fundit ka qenë e preferuar nga të rinjt që ikin në kërkim të një pune. E treta është Kroacia, që ka parë vitet e fundit emigrimin e mbi 1.000 personave nga Shqipëria, pasi ky shtet po tërheq punonjës në ndërtim dhe në turizëm. Ndërsa Greqia nuk i raporton të dhënat, çka nënkupton se numri i të emigruarve në vendet e Bashkimit Evropian është edhe më i lartë se sa raportohet.